Për shumë gra në Kosovë, sidomos për gratë në zonat rurale, kutia e votimit mbetet podiumi i parë dhe më i rëndësishëm politik dhe lëvizjes vetëvendosje. Por ata të cilët e refuzojnë verdiktin e qytetarëve do ta marrin përgjigjen edhe një herë, kjo ditë do t'jetë 7 qershori. Por të dashura vajza dhe gra, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në anën e qytetarëve, sepse askush nuk ka të drejtë ta mbajë peng shtetin vetëm sepse nuk i pëlqen rezultati zgjedhor. Pikërisht në këto rrethana, organizimi merr rëndësi edhe më të madhe, sepse sa herë që politika e vjetër përpiqet ta mbajë peng Republikën, gratë e lëvizjes sot bëhen forca që lëviz përpara. Në më shumë gra në Kosovë, sidomos për gratë në zonat rurale, kutia e votimit mbetet podiumi i parë dhe më i rëndësishëm politik. Është momenti kur zëri tyre bëhet publik, kur vullneti tyre bëhet vendim dhe kur prania tyre bëhet pjesë e Republikës. Prandaj beteja për daljen e grave në votime është betejë për emancipim, sepse një republik ku gratë marrin pjesë masivisht është republikë më demokratike, më e drejtë dhe më e lirë. Le ta mbushim Kosovën me energjinë e grave të lëvizjes, me energjinë e grave të Kosovës. Le të dalim masivisht në votime në çdo lagje, në çdo fshat, sepse kur gratë mobilizohen, fiton lëvizja. Kur gratë organizohen, fiton Republika. E kur gratë fitojnë, fiton e gjithë Kosova. Ju uroj shëndet e punë të mbarë, na presin shumë aktivitete, por jam shumë e bindur në vullnetin e hekurt që kemi si organizat, por edhe si aktiviste politike. Faleminderit.